disa çështje për këtë temë, që besoj që janë të rëndësishme, edhe për shkak të kërkesave të shumta drejtuar në kabinetin tim raport me të njëjtën. Pra, Kryesia e Kuvendit nuk mund të veprojë pa pasur kandidatë të cilët i kanë 30 nënshkrime. Pra, kërkohet që të jenë 2 kandidatë, por lejohet që të jenë edhe 3 apo 4 kandidatë, sepse siç e dini, Kuvendi i Republikës së Kosovës ka 120 deputet dhe secili kandidat duhet të ketë nga 30 nënshkrime, por një deputet nuk mund të japë nënshkrimin për 2 kandidatë, pra vetëm për një kandidat. Zgjedhja e presidentit pra është një moment i rëndësishëm, prandaj si kryetari i Kuvendit konsideroj që procesi i zgjedhjes së këtij apo saj duhet të reflektojë përgjegjësi, maturi dhe mbi gjitha bashkëpunimin. Pas konstruimit të Kuvendit, por pashtu edhe votimit të qeverisë së re, vendi ka nevojë për stabilitet politik dhe për përqendrim të plotë tek prioritetet që prekin drejt për drejt jetën e qytetarëve, pra nuk është koha as për përplasje, as për kërkesa të pararealizueshme që e largojnë procesin nga thelbi i tij. Kushtetuta dha gjykimi i gjykatës kërkon 80 vota në kuti për 2 raundet, pra për raundin e tretë dhe të dytë, ndërsa për raundin e realisht janë 3 raunde, raundi i parë, i dytë dhe i tretë, por në raundin e tretë mund t'i kemi vetëm 61 vota për. Pra, ne është e rëndësishme që t'i kalojmë 2 raundet e para me nga 80 vota në kuti, ndërsa raundi i fundit apo raundi i tretë mjafton që t'i kemi 61 vota për. Kjo do të thotë se fryma e saj është qasisht frymë konsensusi, asnjë palë vetme nuk mund ta bëjë, prandaj duhen diskutime të sinqerta me kërkesa të arritshme dhe jo barikada të patejkalueshme. Si kryetari i Kuvendit mirëpres diskutime dhe takime që kanë nisur ndërmjet partive politike, për mbështes po ashtu çdo përpjekje serioze për dialog konstruktiv në sfide politike me qëllim gjetjen e një kandidature që bashkon. Kemi shumë punë përpara, qytetarët presin rezultate, reforma, por dhe stabilitet,